Roland Hysi, i njohur gjerësisht si Landi West Side Family, ka dhënë një deklaratë të fortë lidhur me një nga ngjarjet më të diskutuara të këtij sezoni në Big Brother VIP Albania, raportin mes Mirit dhe Selinës. Gjatë intervistës, ai nuk ka hezituar të flasë hapur dhe të ndajë këndvështrimin e tij të prerë mbi këtë dinamik. I pyetur drejt për drejt nga moderatori se kush e bëri hapin e parë në afrimitetin e tyre në shtrat, Landi u përgjigj shkurt dhe qartë duke theksuar se ishte Selina ajo që ju afrua Mirit. Ai vuri në dukje se ka një detaj thelbësor që publiku duket se ka anashkaluar gjatë zhvillimeve në shtëpi. Ajo i ka kërkuar. Ky është një detaj që ndoshta njerëzit e kanë harruar, por është aty. Miri është ai që ka pranuar lojën, u shpreh ai. Mëtej Landi shtoi se të dy banorët përfituan dhe u ngritën lart nga kjo situatë, ndaj sipas tij është e padrejtë që tani njëra palë të tërhiqet, duke u hequr si e mira dhe duke e treguar tjetrin me gisht si të keqin. Gjatë bisedës ai mbrojti rrugtimin e mikut të tij duke theksuar presionin e jashtëzakonshëm që Miri ka përballuar brenda formatit. Sipas Landit, Miri ka mbajtur mbi supe jo vetëm peshën e kësaj situate, por edhe sulmet e vazhdueshme nga publiku apo opinionistët. Ai e mbylli fjalën duke nënvizuar se gjithçka e provuar që ishte thjesht një lojë pa ndjenja të përfshira dhe se Miri, duke qenë protagonist edhe në dinamika të tjera jashtë atij raporti, e meriton plotësisht fitoren. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.